Kandidatja e Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës Brunilda Mersini vuri theksin tek zhvillimi i turizmit si një ndër sukseset më të prekshme të qeverisjes socialiste gjatë viteve të fundit. Ajo u ndal në zonat e Nartës dhe Zvërnesit, të cilat janë zhndëruar në destinacione të rëndësishme për ekoturizmin dhe turizmin kulturor. Sipas Mersinit, Narta dhe Zvërneci janë sot një simbol i përpjekjeve për të kthyer pasuritë natyrore dhe kulturore në burim zhvillimi për komunitetin lokal dhe ekonominë kombëtare. Kjo është rezultati i politikave vizionare të ndërmarra gjatë qeverisjes socialiste. Mersini theksoi se fal investimeve të vazhdueshme, përmirësimit të infrastrukturës dhe promovimit të trashëgimisë kulturore, Shqipëria ka tërhequr mbi 5.5 milion vizitor, një tregues domethënës i rritjes së qëndrueshme të këtij sektori. Turizmi kulturor dhe ekoturizmi kanë tërhequr mbi 5.5 milion vizitor në vendin tonë. Narta dhe Zvërneci, përveç bukurive natyrore, ndodhen pranë manastirit më të vizituar në jug të Shqipërisë. Pikërisht, për këtë arsye, synojmë të nxisim turizmin gjithjetor duke afruar eksperienca unike për adhuruesit e natyrës dhe trashëgimisë kulturore. Në plan është zhvillimi i turizmit gjithvjetor përmes organizimit të eventeve, festivaleve dhe aktiviteteve që shndërrojnë zonën në një qendër të artit, muzikës dhe traditës. Ne synojmë që turizmi të mos jetë thjesht një sektor ekonomik, por një pjesë thelbësore e identitetit, imazhit dhe historisë sonë, shtoi Mersini. Do të intensifikojmë organizimin e eventeve, festivaleve, duke kthyer zonën në një qendër muzike, arti dhe tradite që të tërheqë vizitor nga gjithë bota. Turizmin kulturor dhe historik do ta fuqizojmë përmes investimeve në promovimin e sajteve të trashëgimisë si dhe digitalizimin e kalendarëve kulturor. Synimi ynë është që turizmi të mos jetë thjesht një sektor ekonomie, por një pjesë thelbësore i identitetit, imazhit dhe historisë tonë.